Mishrimi I fjalës. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në hyn, e fjala ishte hyj. Kjo ishte në fillim, në hyn, prej saj u bë çdo gjë, e pata nuk u bë asgjë, e çdo gjë që e bë, e pati në të jetën, e jeta është drita e njerëzit, e drita shëndrit në errësirë, e errësira nuk e pushtoi, që një njeri I dërguar prej hyjit, emri I tij ishte Gjën. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën, që të gjithë të besojnë nëpër të. Ai nuk ishte drita, por për të dëshmuar dritën. Drita e vërtetë që shëndrit çdo njeri erdhi në botë. Ishte në botë, e bota u krija prej saj, e bota nuk e njohi. Erdhi ndër të vetët, e të tij nuk e pranuan, atyre që e pranuan u dha zotërisë, të bëhet bijtë e hyjit. Atyre që besojnë në emrin e tij, këta si bëri bijtë të hyjit. As gjaku, as prirja e mishit, as prirja e njeriut, por hyi. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Ne e pam lavdinë e tij, atë lavdi që prej Atit I përket Birit të vet. Plot hire e të vërtet, Gjoni e dëshmon atë. Ai shpall, ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje është më I madh se unë, sepse ishte përpara meje. Vërtet prej plotësisë së tij, të gjithë ne morën mendje, hir mbi hir. Vërtet, ligji u dha nëpër Mojsiun, por hiret e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin. Hyin kur askush nuk e pa. Biri I vetëm që është hyj, një natyrë me Atin, ai bëri të njëjtën. Dëshmia e Gjonit Pagëzuesit. Leja dëshmia e Gjonit, kur judejt nga Jeruzalemi dërguan tek ai priftërit dhe levit për të pyetur kush je ti. Ai pranoi, nuk e mohoi, por dëshmoi, unë nuk jam Mesaja. Kush pra, e pyetën, a mos je Elia? Nuk jam, u përgjigj. A je profeti? Jo, u ktheu. Atëherë I thanë, kush je që tu kthejnë përgjigje atyre që na dërguan? Ai tha, unë jam zëri I atij që vërtet në shkërti, rrafshoni ullën e Zotit, sikur se tha Izaia profet. Disa prej të dërguarve ishin farisejnë, ata e pyetën, pse atëherë pagëzo, kurse si je Mesia, as Elia, as profet? Gjoni përgjigji, le pagëzoj me ujë. Unë pagëzoj me ujë. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni, edhe ai që po vjen mbas meje, por të cilin unë nuk jam idej t'ia zgjidh as rripat e sandaleve. Kjo ndodh në Betani, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Qengji I hyjit. Të nesërmen Gjoni e pa Jezusin duke ardhur ka ai e tha, qengji I hyjit, ky ia shlyen mëkatet botës. Ky është ai për të cilin thash, mbas meje vjen një njeri I cili është më I madh se unë, sepse ishte përpara meje. Nuk e kam njohur as vetë, por arsyeja pse erdha e jam ka pagëzoj me ujë është që ky t'i zbulohet Izraelit. Gjoni dëshmoi edhe, e pash Shpirtin Shenjtë ka zbriti prej qiellit, por si plumë dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë. Ai edhe më tha,
në atë që të shosh që zbret shpirti shenjt, dhe zëvend në të ai është që pakzon me shpirtin shenjt. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Nxënësit e parë. Ta nesërmën prap ishin Gjoni bashkë me 2 prej nxënësve të vet dhe kur e pa Jezusi duke kaluar andej tha që qenë hyj. 2 nxënës e tij dëgjuan çka dhe u nisën mbas Jezusit. Jezusi kur pa se po e ndiqin e ktheu dhe e pyeti, çka kërkoni? Ata i përgjigjen, Rabai, që do të thot mësues, ku banon? Ejani e shihni, u përgjigji. Ata shkuan e pan ku banon dhe atë ditë ndjekën tek ai. Ishte rreth orës 10. Njëri prej atyre të 2 që kur u dëgjuan Gjonin u nis mbas Jezusit ishte Andreu, i vllau i Simon Pietrit. Ky me të parin gjeti vllain e vet Simonin dhe i tha, e gjetëm Mesin, që do të thot të shuguruarin, dhe e solli te Jezusi. Jezusi e shikoi dhe tha, ti je Simon, bir i Gjonit, ti do të më quhesh kafe, që do të thot Pjetër shkëmb. Të ngrishurit e Filipit e të Natanelit. Të nesërmën Jezusi vendosi të shkojë në Galile e takoi Filipin dhe i tha, eja mbas meje. Filipi ishte nga Betsaida, prej qytetit të Andreut e të Pietrit. Filipi takoi Natanelin dhe i tha, e gjetëm ata për të cilën shkoi Mojsiu në ligj dhe profetët, Jezusin, bririn e Jozefit nga Nazareti. A mund të dalë gjë e mirë nga Nazareti? Tha Natanelit. Eja e shih, i përgjigji Filipi. Kur Jezusi pa Natanelin duke ju afruar, tha për ta qenë një Izrael që vërtet në të cilën nuk ka drelli nga një mend, i tha Nataneli. Jezusi i përgjigji, para se të thirrri Filipi të pash nën fik. Atëherë Nataneli tha, Rabai, ti je biri i hyjit, ti je mbret i Izraelit. Jezusi i përgjigji, pse të thash, të pash nën fik, por po beson, do të shosh më shumë se kaq. Dhe shtoi, për të vërtet po ju them, do ta shihni qiellin e hapur dhe engjujt e hyjit duke ngjitur e duke zbritur mbi birin e njeriut.